Pas përmbylljes me sukses të ditës së hapur ndërgjegjësuese Diabeti dhe Shëndeti Oral, ku ofruan konsulta, vizita dhe analiza falas për qytetarët e Vlorës, këtë të shtunë në ambientet e Universitetit Realt, është mbajtur në konferenca ndërkombëtare Shqipëri-Itali 2026, Bashkimi i Inovacionit dhe Shëndetit, mbi menaxhimin, shkencat farmaceutike, stomatologjinë dhe shkencat mjekësore. Konferenca ndërkombëtare është zhvilluar nga Universiteti Realt në bashkëpunim me Universitetin e Salernos në Itali. Kanë marrë pjesë studiues, akademik, profesionistë të shëndetësisë nga Shqipëria dhe Italia, si dhe studentë shqiptar dhe italian. Në fjalën përshëndetëse, presidenti i Universitetit Realt, Seri Muskaj, uroi mirëseardhjen, ndërsa vlerësoi rolin e këtyre organizimeve ndërkombëtare në një kohë kur sfidat globale kërkojnë zgjidhje gjithnjë më të integruara. Fal besimit reciprok të ndërtuar me kolegjin Universitar Real, iniciativat e promovuara kanë gjeneruar një vlerë të rëndësishme si në planin akademik ashtu dhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Në një kohë kur sfidat globale kërkojnë zgjidhje gjithnjë më të integruara, bashkëpunimi interdisiplinor bëhet thelbësor. Pikërisht për këtë arsye kjo konferencë sjell një së bashku ekspertët e menaxhimit, mjekësisë, farmacisë dhe stomatologjisë, me bindje se shkenca dhe inovacioni janë forca që ndërtojnë të ardhmen. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Universitetin e Salernos, partnerët akademik dhe gjithë profesorët, studiosit dhe profesionistët që kanë kontribuar në realizimin e këtij eventi prestigjioz. Një falënderim të veçantë dua t'ju drejtoj studentëve tanë, të cilët përfaqësojnë energjinë, pasionin dhe të ardhmen e institucioneve tona akademike. Jam i bindur se diskutimet shkencore, prezantimet dhe bashkëpunimet që do të lindin gjatë kësaj dite do të krijojnë mundësi të reja për kërkimin shkencor dhe zhvillimin profesional. Ju falenderoj për praninë dhe kontributin tuaj. Ju uroj një konferencë të suksesshme dhe frymëzuese. Shumë faleminderit të gjithëve. Rektori i Universitetit Realt, profesor Dr. Spiro Caushi, falenderoi të gjithë të pranishmit në këtë konferencë dhe të ardhur posaçërisht nga Italia, por edhe Shqipëria. Ai uroi se me këto punime shpresohet të jepet një kontribut i vlefshëm për studentët, por edhe për zhvillimin e shkencës dhe inovacionit. Rektori Caushi theksoi se Vlora ka pasur gjithnjë vëmendje ndaj shëndetësisë dhe se mjekët më të mirë kanë dhënë kulturën e tyre mjekësore në qytetin bregdetar, edhe gjatë kohës së luftës. Rektori Causha i përshëndeti ndikmën e kualifikuar që morën qytetarët e Vlorës të premten në konsultat dhe vizitat falas nga mjekët më të njohur italian dhe studentët e Universitetit Realt. Universiteti Realt përbën një nivel të lartë të kërkimit shkencor, tha ai. E kur kujtoj tashti ku kemi vajtur ne, ku ishin djevë lonjatët e sheshi, që merrin gjitha të ndihmë në mënyrë të kualifikuar nga pedagogët italian dhe shqiptar, me studentët e tyre, që bën një figurë jashtëzakonisht të pëlqyeshme, jo vetëm për pensionistët e Vlorës, po për gjithë qytetarët, zotrinj. Kjo nuk erdhi me një ditë. Të dashur student, kujtoj 12 vjet përpara grupin e studentëve të parë, që me shumë zell u regjistruan te ky institucion. Po as ne, as ata vetë, nuk e mendonim se ku do harrini. Me përpjekjet e jashtëzakonshme të stafit akademik dhe të gjithë mjekëve që kanë ardhur nga Tirana, Vlora, Italia, nëpërmjet bashkëpunimit me universitetet më të mira prestigjioze, ata dhe brezët e tyre sot janë diplomuar. Mbi 500 diploma kanë firmosur unë. Ata janë sot në postë drejtuese të shëndetësisë dhe administrimit. Jo vetëm në Vlorë, po në gjithë Shqipërinë. Dhe ky institucion u bë qendra kryesore e studimit për mjekësinë në rajonin e Vlorës. Konferencat shkencore, si kjo e sotmja, kanë dhënë kontribut në tyre të jashtëzakonshëm, që vit pas viti ky institucion e ynë i akredituar më së miri nga gjitha rastet të arrijë në këtë nivel. Konferenca ndërkombëtare Shqipëri-Itali, Bashkimi i Inovacionit dhe Shëndetit, organizuar nga Universiteti Realt në bashkëpunim me Universitetin e Salernos Itali, i kushtuar rëndësi promovimit të bashkëpunimit ndërdisiplinor
në fushën e menaxhimit, shkencave farmaceutike, stomatologjisë dhe shkencave mjekësore.